Mirë se vini. Tani, ç'do të thoshit nëse çelësi i vërtet i suksesit nuk është të mendosh pozitivisht, por, në fakt, negativisht, tingëllon çuditshëm, apo jo? E po sot do të zhytemi thellë në një filozofi menaxhimi që është krejtësisht kundër intuitive, atë të trajnerit legjendar të basketbollit Bob Knight. Do të shohim se si qasja e tij ashpër, hiperrealiste, e quajtur fuqia e të menduarit negativ, mund ta transformojë një mjedis me presion të lartë, le të themi një kuzhinë restoranti, në një makinë thuajse të pathyeshme. Pra, bëuni gati, sepse do të zbulojmë se si ndërtohet një skuadër që thjesht refuzon të humbas. Dhe kjo thënie e Bob Knight, kjo përmbledh gjithçka. Mendojeni pak. Shumë njerëz duan të fitojnë. Kjo është pjesa e lehtë. Pyetja e vërtetë është, a ekziston vullneti për t'u përgatitur, për të kaluar orë të tëra duke parashikuar çdo problem të vogël të mundshëm, për të bërë atë punën e padukshme, të mundimshme, shumë përpara se ndeshja të fillojë. Këtu qëndron themeli i gjithë filozofisë së tij. Fitoria nuk lind në fushë, por në dhomat e përgatitjes. Okej, para se të vazhdojmë, duhet të sqarojmë diçka absolutisht thelbësore. Kur flasim për të menduarit negativ, nuk po flasim për pesimizëm. Këto janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Një pesimist shenjë anije që po mbytet dhe thot, e dija unë. Mendimtari negativ i stilit të Bob Knight është inxhinieri që inspekton anijen përpara se të niset, duke kërkuar me ngulm çdo çarje të mundshme dhe duke riparuar atë. Është një strategji aktive, parandaluese. Është aftësia për të parë me një qartësi brutale çdo gjë që mund të shkojë keq dhe për të ndërtuar mbrojtje kundër saj. E po, kjo qasje na çon drejt një ideje vërtet të fuqishme, thelbi të filozofisë së Knightit. Ti fiton jo duke kërkuar lavdin, por duke shmangur me disiplinë katastrofën. Le ta quajmë të fitosh duke mos humbur. Në basketbol, për shembull, Knight kishte një obsesion, turnovers, ato gabimet trashanike kur thjesht ja dhuron topin kundërshtarit. Për të, një pasim i gabuar ishte më keq se një gjuajtje e humbur. Pse? Sepse ai e dinte se në minutat e fundit të një loje të tensionuar nuk fiton ekipi me lëvizjet më spektakolare. Jo, fiton ai që ruan qetësinë dhe ekzekuton detyrat themelore pa gabime. Fitoria qëndron te konsistenca absolute, jo te shkëlqimi i rastësishëm. Tani, le ta përkthejmë këtë në kuzhinë. Në një restorant, kjo filozofi është thelbësore. Fokusi zhvendoset plotësisht. Harrojeni përpjekjen për të krijuar një pjatë geniale që do t'ju jap një yll Michelin. Misioni kryesor është që asnjë pjatë e vetme të mos dalë e gabuar. Pse? Sepse kjo lidhet me një parim psikologjik shumë të fuqishëm, negativity bias. Truri ynë është i programuar t'i jap më shumë peshë përvojave negative. Një klient do t'i harrojë 10 pjata të mira, por nuk do ta harrojë kurrë atë flokun e vetëm në supë. Pra, fitoria nuk qëndron te krijimi i kënaqësisë, por te parandalimi i pakënaqësisë. Për ta parë këtë ide në veprim, le të krijojmë një skenar. Imagjinoni dy menaxher me dy filozofi krejtësisht të kundërta, të cilët përballen me të njëjtat sfida. Ky do të jetë tregimi për dy menaxher. Dhe ja ku i kemi. Përballja qendrore. Nga njëra anë, menaxheri Knight. Ai operon me atë që quhet paranoja konstruktive. Është gjithmonë vigjilent, duke kërkuar vazhdimisht për të çarën më të vogël në armaturë. Nga ana tjetër, kemi menaxherin tradicional. Ai është motivuesi, lideri karizmatik që beson se energjia pozitive dhe fjalimet frymëzuese mund të kapërcejnë çdo pengesë. Njëri, pra, përgatitet për luftë, tjetri shpreson për paqe. Mirë, tani le t'i hedhim këta dy menaxher në zjarr. Do t'i testojmë në 3 skenar shumë real nga një kuzhinë nën presion, për të parë se cila filozofi mbijeton vërtet. Skenari i parë, kaosi i pritshëm. Në qytet po mbahet një festival dhe një valë gjigante klientësh po vjen drejt restorantit. Kjo është një mundësi e artë për fitime rekord, por në të njëjtën kohë edhe një recetë e sigurt për katastrofë. Gjithçka varet nga përgatitja. Shikoni pak ndryshimin drastik. Menaxheri Knight nuk pyet si do të shkëlqejmë, por ku, saktësisht ku, do të dështojmë. Ai kontrollon tubacionet e gazit, tonerin e printerit të porosive, stokun e përbërësve. Ai inspekton çdo detaj të padukshëm që mund të shkaktojë një kolaps total. Po menaxheri tradicional, ai mban një fjalim motivues, por siç e dim, entuziazmi nuk mund të presqep apo të rregullojë një printer të prishur kur 50 porosi janë në pritje. Dhe ky është mësimi kyç këtu. Betejë për atë drek nuk u fitua në orën 13 kur klientët vërshuan, por në orën 10 të mëngjesit, kur menaxheri Knight inspektoi çdo pikë të mundshme dështimi.
Kjo na tregon se të vizualizosh dështimin nuk është pesimizëm. Përkundrazi, të jesh i përgatitur për realitetin është forma më e lartë dhe më praktike e optimizmit. Tani, le të kalojmë nga menaxhimi i krizave te menaxhimi i njerëzve. Skenari i dytë. Një kamarier i ri fillon punën. Një investim, sigurisht, por gjithashtu një pikë potenciale dështimi. Këtu menaxheri Knight nuk po përpiqet të bëjë një mik. Ai po ndërton një profesionist. Trajnimi i tij është mekanik dhe i pamëshirshëm. Si ta mbash tabakone që të mos rrëzohet, si ta verifikosh 2 herë porosin që të mos ngatrohet. Ai po e vaksinon kamarierin kundra presionit. Menaxheri tradicional i thot, "Bohu vetvetja", por kur tavolina me 8 persona fillon të bërtas, vetvetja nuk mjafton. Pa u trajnuar për dështimin, kamarieri do të bllokohet sepse nuk I janë dhënë mjetet për të mbijetuar, por vetëm për të buzëqeshur. Dhe kjo ilustron një tjetër parim të hekur të Knight. Standardet janë absolute, nuk janë të negociueshme. Një uniform e parregullt nuk është thjesht një detaj estetik, është dominoja e parë që bie. Është sinjali se disiplina po lëkundet. Dhe kur lejon që standardet e vogla të rshkasin, ato të mëdha do të shemben pas tyre. Qëndrueshmëria nën stres nuk ndërtohet me fjalime frymëzuese, por me muskujt e formuar nga përsëritje pamëshirshme e detajeve të duhura. Skenari I fundit, kërcënimi I jashtëm. Një restorant I ri, modern dhe me shumë zhurmë hapet përballë. Kjo nuk është thjesht konkurrencë, është një test ekzistencial. Reagimi ndaj këtij kërcënimi do të përcaktojë mbijetesën. Edhe këtu shohim ndryshimin më të thellë filozofik. Menaxheri tradicional shikon jashtë me arrogancë dhe thotë, "Ne jemi më të mirë." Menaxheri Knight shikon brenda me një përullësi brutale. Ai nuk pyet si mund t'im poshtim ata, por pyet pse një klient do të na linte ne për të shkuar tek ata. Ai e kupton një të vërtetë themelore. Klientët nuk largohen, ata shtyhen tutje nga dobësitë tona. Ai e përdor konkurrencën jo si një armik për të lustuar, por si një pasqyrë të pamëshirshme për të zbuluar dhe eliminuar të metat e veta. Pra, pasi kemi parë këta 2 menaxher në aksion, le t'i distilojmë mësimet në një plan të qartë dhe konkret. Ky është, le të themi, plani për qëndrueshmëri. Kjo tabele përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte, apo jo? I vë gjodat bardhë e zi, dhe shikoni pat rezultatin përfundimtar, sepse këtu qëndron e gjithë ideja. Menaxheri tradicional mund të ketë ditë të shkëlqyera, por do të ketë edhe ditë katastrofike. Filozofia e Knight nuk synon genialitetin, synon diçka shumë më të vlefshme në botën reale, konsistencë të lartë dhe eliminimin e surprizave negative. Dhe janë pikërisht surprizat negative, ajo pjata e ftohtë, ai printer I prishur, ato që vrasin një biznes. Filozofia tradicionale është si një makinë sportive shpejt por e pabesueshme. Ajo e Knight është si një tank, ndoshta jo e bukur, por absolutisht e pandalshme. Dhe le të jemi shumë të qartë këtu. Kjo nuk është një ftesë për të bërë cinik. Qëllimi nuk është të presë dështimin, por ta parashikosh ato me aq saktësi sa të mos të zër kurrë në befasi. Qëllimi final është të ndërtosh një sistem kaq të fortë, kaq të disiplinuar dhe kaq të ndërgjetshëm për dobësitë e tij, saqë dështimi thjesht nuk gjen dot asnjë të qarë për të hyrë. Bëhet fjalë për ta bërë suksesin dhe rezultatin e pashmangshëm, jo sepse ke ndjekur fitoren, por sepse ke eliminuar çdo mundësi për humbje. Dhe kështu kthehemi pikërisht aty ku e nisëm, te thelbi I filozofisë së Knight. Fitoria nuk është një shpërthim vullneti në momentin e presionit. Ajo është rezultati pashmangshëm I orëve dhe pafundme përgatitje në errësirë, I vizualizimit të çdo dështimi të mundshëm dhe I disiplinës së pamëshirshme kur askush nuk po shikon. Dhe kështu, për ta mbyllur, mbetet kjo pyetje për të reflektuar në ekipin ose biznesin e gjithë secelit. Cila pyetje është më e fuqishme? Si do të kemi sukses? Apo si mund të dështojmë? Pyetja e parë ndoshta do të frymëzojë ëndra, por pyetja e dytë ndërton forteca. Dhe në fund të ditës, zgjedhja midis tyre mund të jetë ndryshimi midis një suksesi të brisht dhe një perandorie të pathyeshme.